Ermal, të përshëndes, Alqibllako dënohet me burg. Ditën e sotme, gjykata e posaçme ka shpallur vendimin sa i takon kërkesës së prokurorisë së posaçme që kërkonte dënimin e ish sekretarit të Ministrisë së Mjedisit, Alqibllako, në lidhje me akuzën e korrupsionit. Kjo sa i takon hetimeve për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Gjykata e posaçme dënoi me 4 vite heqje lirie Alqibllakon, por për shkak se procesi ndaj tij është zhvilluar me gjykim të shkurtuar, ai përfitoi ulje të dënimit me 1/3, duke u dënuar përfundimisht me 2 vite 8 muaj burg. Nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se Bllako në cilësinë e sekretarit të Ministrisë së Mjedisit të ketë kryer korrupsion duke favorizuar 2 biznesmenët, Klodian Zoto e Mirel Mërtiri, sa i takon procedurave për ngritjen e inceneratorit të Tiranës dhe në këmbim të ketë përfituar rreth 200.000 euro. Gjithashtu, gjykata e posaçme vendosi që për 5 vitet e ardhshme Alqibllako të mos kryej asnjë funksion publik. Nga ana tjetër, Bllako është dënuar me burg edhe në lidhje me ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit, ndërsa sa i takon inceneratorit të Fierit, procesi është prishur nga shkalla e parë dhe tashmë ndodhet në gjykatën e apelit të posaçëm. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, është sot në seancë në gjykatën e apelit posaçëm për të kërkuar lirimin nga qelia. Gjyqtari Engert Pullumbi është duke shqyrtuar ankimimin e masës arrest në burg, apo jo? Është një seancë që ka nisur prej orës 10 këtu në gjykatën e apelit të posaçëm, ku nga njëra anë kanë qenë fillimisht avokatët mbrojtës të kryebashkiakut Erion Veliaj, të cilët kanë relatuar përballë gjykatës se Veliaj nuk ka lidhje me akuza dhe nuk ka kryer asnjë nga këto akuza për të cilat pretendon prokuroria, siç është ajo e korrupsionit, por edhe pastrimit parave, dhe nga ana tjetër i kanë kërkuar gjyqtarit Engert Pullumbi të shfuqizojë vendimin e shkallës së parë që ka caktuar ndaj Erion Veliajt masën e arrestit në burg. Do të jetë, po themi, gjyqtari Pullumbi, i cili do të vendosë në fund në rast se do pranojë kërkesën e avokatëve të Veliajt, apo do të lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Gjithashtu, avokatët mbrojtës të kryebashkiakut vendosën edhe një garanci pasurore në dispozicion të gjykatës, kjo me dyshimin apo me argumentin që Veliaj të mos largohet dhe të mos i shmanget hetimeve, por të hetohet me një masë më të lehtë sigurie, siç janë ato të arrestit shtëpiak apo detyrimit për të paraqitur në prokurori. Nga ana tjetër, më pas kanë bërë mbrojtje përballë gjykatës edhe avokatët mbrojtës të biznesmenit Elman Abule, që njësoj si Veliaj është duke u hetuar në masën e arrestit në burg, e gjithashtu edhe avokatët të biznesmenëve ndaj të cilëve caktuar masa e detyrimit për të paraqitur në prokurori. E në përfundim, gjykata ka marrë disa minuta kohë pushim për të rikthyer në orën 15, ku tashmë janë prokurorët e posaçëm, Olzdado dhe Altin Dumani, të cilët janë duke relatuar përballë gjykatës duke kërkuar vazhdimin e masës sigurisë, arrest në burg të caktuar ndaj Veliajt në datën 12 shkurt të këtij viti me akuzat e pastrimit parave, por edhe të korrupsionit. Ermal Viet, falenderoj për informacionet që solle.